Këtë përbërës mos e hidhni kurrë në lavaman, është në të mirën tuaj. Çfarëdo që të bëni, nuk duhet të hidhni vaj e gatimit te produktet hekulluesit të lavamanit. Kjo do të infektonte ujin dhe do të bënte të pamundur trajtimin e mëtejshëm. Kjo vlen edhe për hedhjen e vaj në tualet, pasi mund të bllokojë tualetin e shtëpisë së juaj. Kur bëhet fjala për të hequr qafe vaj në gatimit, është më mirë të dini se si qyteti juaj e trajton këtë lloj mbeturine. Disa vende kanë një politikë riciklimi që në të vërtetë mund t'ju lehtësojë gjërat për ju, por rekomandohet të përcaktoni ato dhe t'i vendosni vajin në enën e ricikluar dhe më pas ta hidhni. Ekspertët këshillojnë të mos e hidhni vajin e gatimit sidomos të nxehtë në lavamanin tuaj, pasi jo vetëm që do të dëmtojë tubat e lavamanit, por gjithashtu mund të shkaktojë edhe probleme infektive gjatë shkarkimit të tij. Prandaj merreni hidheni në kontenjere të veçantë dhe më pas mund ta përdorni për riciklim.